Ky dokumentar është një mundësi për të eksploruar më thellë pasurinë e natyrës dhe për të kuptuar se alpinizmi dhe hikingu në Kosovë nuk janë thjesht aktivitete. Janë mundësi për të gjetur shpirtin e këtij vendi dhe për të krijuar kujtimet që do të mbeten përjetësisht në zemrat e atyre që i përjetojnë. Përmes këtij udhëtimi, do të zbulojmë një pjesë të thellë të pasurisë natyrore dhe historike të Kosovës, duke dhënë mundësi të përjetojmë peizazhet magjepse dhe të shijojmë natyrën e pastër të këtij vendi, dhe të njoftohemi me historinë e pasionit për alpinizmin në Kosovë. Dhe do të mësojmë se ky sport ka formuar dhe vazhdon të formojë komunitetin kosovar. Ky dokumentar është një pasqyrë e mundësive që ofron Kosova për alpinistët dhe të apasionuarit pas natyrës, nga lartësia e maleve të bukura deri te grykat dhe luginat e thella. Kosova ofron një larmi peizazhesh që janë perfekte për ata që kërkojnë një aventurë autentike. Male si Sharri, Korabi dhe bjeshkët e Namuna janë thesare natyrore që ofrojnë mundësi të pafundme për ngjitje dhe hiking, duke u bërë një destinacion tërheqës për ata që duan të sfidojnë veten dhe të përjetojnë bukurinë natyrore. Fillimet e para kanë indicjet në 2016, por që dëshira për me eksploru ose me pa diçka më tepër për te horizonteve që i shikoja kur gjatë viteve që jam rritur në fshat, një fshat që ka pafundësisht pamje edhe më shtynte kurioziteti shumë çka ka për te atina malit. Arrita me përfundua Universitetin Biologjik Kimi edhe kuptova më shumë nga natyra. Erdha në Tropoj edhe prej aty vendosa që mos shikoj më të ardhmen për te Shqipërisë, por ta shikoj në Shqipëri. Duke pa dhe turizmin që kishte indicjet e veta në rritje, erdhi një moment në 2016 edhe thash pse mos vazhdoj të eksploroj pjesën tjetër të maleve të Tropojës, edhe njëkohësisht të heci për veti natyrë, por edhe të miksoj pak me zhvillimin edhe me interesimin për guidat malore dhe gjëra. Gjeravica është gjëvahir për mu, si në kushtet dimrore, si në kushtet verore, por që herën e parë që e kam arrit me ngjit në dimër është për ditën e pavarësisë Kosovës me një grup nga Shqipëria, që ka pas momente edhe të mira, po edhe momente të disa sekuencave të vogla të aksidenteve malore, ku disa miq nga grupi nga Shqipëria e mendonin që ishte diçka e lehtë, por duhej patjetër elementi guidës edhe bashkëpunimi me çunat e Kosovës, një ngjitje shumë me vlerë. Në ngjitjet e mia personale, ato janë gjithmonë në një niveli të rrezikshmërisë, edhe do një përqendrim edhe një përgatitje me pajisje me gjithçka tjetër. Aty them drejtën e bëj analizën me sy hap, mund të jem me dikë tjetër, por unë gjithë jam duke analizu çfarë më pret në mal. Një analizë e detajume në gjithçka që unë do gjej ai shteg. Por 50% e tyne janë të mirë njohura, 50% janë që është një hap në një terren që unë nuk e njoh, por e di nga analiza në shumë kande, e di se ku do shkoj. Kosova është gjithmonë përpara Shqipërisë. Në shumë gjëra, shumë njerëz që mund ta ndëgjojnë këtë mund thonë çfarë po thotë ky, por në fushën e hiking ose të ecjeve në natyrë janë shumë më përpara, edhe unë i shoh si një promotor, jo vetëm në territorin e Kosovës, por edhe në Shqipëri, edhe në Malzi, edhe në Maqedoni. Janë gjithmonë përpara edhe ka një trashëgimi që vjen çdo vit, jo në zbritje, por gjithmonë në rritje. Këshilla vetme ndaj tyre është në dinin teme në çdo qytet të Kosovës, në çdo komunë, ka klube. Disa prej tyre janë mjaft të suksesshëm, janë mjaft serioz në punën e tyre që bëjnë në male. Kisha me thonë që mos shkoni vetëm, nuk keni kohë për të humbur për të mësuar diçka nga eksperiencat e juaja që mund të jenë 50-50, edhe të mira edhe të këqija, sepse nëse shkon në një terren ku ti nuk e din se çfarë të pret, mund të ndodhin gjithçka, por e mira është që të bashkangjiten këtyre klubeve, edhe nëpërmjet tyre e zbulojnë më mirë Kosovën.
t'i japim një hon rrugjes së ambientit edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Mendoj që personat, jo thjesht mendoj, po me sa kam në 8 vite eksperiencë, personat që vinë në male, çdo ditë më tepër janë më të interesuar për ta ruajtur natyrën, sepse ata vetë e prekin nga afër edhe pafundësisht e kuptojnë çfarë do të thonë hedhja e diçkaje në një ambient që mund të jetë tepër i pavlefshëm, por rritja ta zon hedhja në një rrjedh ljumi, ajo merret çon diku tjetër edhe ndodh që e gjen atje. Por sa më shumë shkojmë në natyrë, aq më shumë bëhemi e do më shumë natyrën, edhe kujdesim më shumë. Në fillim kur fillojmë ecjen, e gjejmë shumë shpejt një pyetje ose gjendemi përballë një pyetje që thonë edhe sa na ka ngelë. Ne mund të kemi banja 30 minuta. S'ka rëndësi sa u kemi dhënë atyre shpjegime për atë aktivitet. Por e bukur është se në gjysmën e rrugës, se zakonisht është gjithmonë ajo pika ku ne e kemi vënë synimin për shku, njerëzit fillojnë edhe çelin. Po në fund të udhëtimit, edhe njerëzit që ishin më të pabesueshëm ndaj nesh, që kanë pas mendime që janë pëndu që erdhen, që e kanë pa veten të lodhur, sepse malet të lodhin, po në fund ata thonë, kur do jetë ecja radhës. Edhe kjo mu personalisht me bën edhe me motivon më tepër të qëndroj këtu. Ka dhe të ardhura ekonomike, por përtej asaj bashkëpunimi, ndërveprimi me njerëzit është diçka që nuk mund blihet. Kosova në lidhjen e vizitorëve, për sa i përket vizitorëve të huaj, unë mendoj që ka filluar të jetë një oazë i hapjes, por është pjesë e 2 shtigjeve që është ndërkombëtarisht shumë të njohura, Pixo Ballkan dhe High Skardus, por mendoj që është akoma e pa zbuluar. Ka hapësira shumë për t'i dhënë turizmit të outdoorit. Aq më tepër Kosova në dijenin time edhe me sa e njoh, ka një larmi edhe ka një mundësi që turizmin kulturor me përfshi edhe me turizmin outdoorit. Do ketë ardhmë pozitive. Me thonë drejtën me hiking, kur jemi marrë nuk e kemi ditë që i thojmë bash hiking. Prej fëmijë kemi fillu me bo ecje, me shoqëni, pastaj me familje, mbrit në atë frymë për me dashur bjeshkën, po tash kjo pjesë na ka shndru prej qefit edhe pak në punë. Ndërgjitjet më të paharrueshme personalisht e kam punë në majën më të lartë të Turqi, që është maja Arat, 5137 metra, pravërsisht. Ka qenë nxitje sfiduese, e paharrueshme për shkak edhe shoqënisë mirë që kemi pas edhe për shkak disa sfidave që kemi kalu, po me marrë parasysh që na kemi bjesht të bukura, bjesht mira, nashta realisht nxitjet më të paharrueshme janë bjesht tona për shkak të emocioneve që na japin. Tash nuk mund me thonë që mendojmë shumë për nxitje se na ka bërë si pasion, si punë edhe se bjesht kemi çdo ditë, nuk provojmë shumë, nuk bëjmë shumë përgatitje fizike dorën zarë me thonë para nxitjeve. Se ndihmë vetën përgatitur, ne marrën çat fazë. Siç e tham, ndohem pjesën e verore dhe dimrore. Pjesën verore rreziket i kemi për shkak që jemi në pjesë dukshme të diellit. Duhet kemi kujdes atë pjesë të ta shohim kohën si është dhe temperaturat, ndërsa asaj përgatimit rreziku më i madh është temperaturat e ftohta dhe ortese. Përmes bjeshkatarisë, mes turizmit, është potenciali i vetëm që mundet me bo një zhvillim më të madh ekonomik në Kosovë, në Dugazin, Deçan dhe komplet rreth. Pothuajse me gjitha shoqatat bashkëpunojmë. Tash jam në fazë edhe që të bëhemi pjesë të federatës bjeshkatare. Edhe po ashtu funksionojmë edhe me shoqata të huaja, jo vetëm të Kosovës, edhe të Shqipërisë, të Maqedonisë, Mali Zi, bashkëpunojmë. Të marr parasysh që rinia në Kosovë po nis apo shoqërisë teme nuk jem të migru shumë, neve bjeshka për në amon, dorën zemër për në amon bjeshka, për në amon bashkë, për në jep energji, edhe më tërë që më shty se cila ditë tjetërën që na më taku bjeshka. Prej kohës që merë na, edhe shoh edhe problemet për afër, unë e dalë me një thirrje që ligji për pagun nacional më ndryshu. Ai ligj është totalisht i dëmshëm për neve, për bizneset, për ekonomitë familjare, neve na vjen një ligj më ndryshu që bjeshka, zonët e bjeshkës janë ligj park nacional më ndryshu më jep
për përdorim të bizneseve dhe të qytetarëve në formë racionale, pa e degradu ambientin, pa e prish natyren, neve na vyn që ajo bjeshk ka jetë, ne nuk kem kurrë tjetër përveç bjeshkës, edhe nëse ne nuk e zhvillojmë turizmin, nëse nuk e zhvillojmë bjeshkatarin, edhe nëse nuk i shfrytëzojmë çdo resurse që i kem, atëherë ne automatikisht duhet me ditë që kemi mjetë shumë mas. Që kjo thirrja jam për qeverinë. Bjeshkët e Namuna janë një nga destinacionet më të njohura për alpinistët në Kosovë. Këto male janë të njohura për lartësitë e tyre të thella, shkëmbijnë të fuqishëm dhe pamjet panoramike që shtrihen deri në horizont. Për më shumë alpinistë dhe adhurues të natyrës, bjeshkët e Namuna janë një sfidë e vërtetë, ku secila majë malore ofron një mundësi për të prekur qiellin dhe për të përjetuar një aventurë të jashtëzakonshme. Ngjitjet këtu janë një përvojë që kërkon përgatitje dhe vëmendje të veçantë, për shkak të terrenit të vështirë dhe kushteve të paqëndrueshme të motit, sidomos gjatë dimrit. Pavarësisht këtyre sfidave, ata që i provojnë shpërblehen me pamje të pabesueshme dhe një ndjenjë të thellë të arritjes që vjen vetëm kur përballesh me malet e këtij rajoni. Çdo mal në Kosovë ka një histori të veten, që lidhet ngushtë me traditat dhe kulturën e këtij vendi. Për shumë breza, alpinistët dhe hikingu u kanë qenë më shumë se një sport. Ato janë një mënyrë jetese. Alpinizmi në Kosovë është gjithashtu një aktivitet që forcon lidhjes mes brezave. Këtu, grupe alpinistësh e shfrytëzojnë natyrën për të krijuar miqësi dhe për të rritur ndjesinë e bashkësisë. Në këtë aspekt, alpinizmi dhe hikingu janë një shprehje e vlerave të ruajtura për brezat të tërë, siç janë respekti për natyrën, solidariteti midis njerëzve. Mundësia parë që më dha mas luftës në vitin 2006, kurve që shoqëria peshkatare Pashtriku e Gjakovës kishte fillu me aktivitete, dhe një shok nga ta na ftoi të shkojmë për herë të parë, edhe atë të cilën e majnë manë gjithë një është maja Shkelzenit, një bjeshk shumë interesante dhe shumë karakteristike. Ngjitja ma e paharrueshme është maja e Jezercit, të cilën e kam shumë për zemër, ku dhe i kam dhënë shumë mas asaj maje, ku veç afër 25 herë jo me ngjitë, që dihet që është një maje shumë e vështirë, që adhurojnë të gjithë bjeshkatarët, pa dallim. Po, zakonisht ngjitjet që kena më të forta, është mirë gjatë javës të mirësh me aktivitete. Ajo sa i përket fizikës, ndërsa psiqika është kur gjithmonë duhesh ta kesh vullnetin e mirë, mos ta hub durimin për mi arrit qëllimit. Po, duke i falenderuar edhe shoqërinë për rreth dhe bashkëpunimin me ta, arritura gjithmonë ka me qenë shumë më afër. Po rreziqet që kena gjatë rrugës, zakonisht ato menaxhohen duke pas kujdes, sidomos kena ramje të gurëve, të cilët bijnë edhe vetë, po zakonisht edhe gjatë ecjes njëri tjetrit mund t'ja gjujmë gurin. Edhe aty kena disa shprehje të cilat i përdorim hop hop, kur e dim se cili se është dhe një rrezik, edhe përgatitem të largohem ose të eliminojmë atë rrezik. Kosova për hiking i plotson gjitha kushtet, ku dihet që kena një sipërfaqe mjaft të madhe të pyjeve, të bjeshkëve, kena edhe menalësia shumë të larta, po janë shumë të mira për ecje, nuk kanë rrezikshmëri të madhe, kështu që ka mundësi të zhvillohet hikingu mjaft mirë në Kosovë. Une majnë manë bjesht tona, kur hetësin shumë pak bjeshkatarë. Kurse ditëve të sodit, kena një numër shumë të madhë të ecjeve, kena themelimet të klubeve të reja, shoqërive të reja, kena plus tur operator të cilët punojnë me turizëm, kështu që jena në rrugë shumë të mirë të zhvillimit turizmit të hikingut në Kosovë. Këtu duhet ta kem një bashkëpunim pak më të mirë, i cili veç ka fillu më ngrit, nuk është në ato kuotat të cilat ka qenë në viteve tjera. Këto vitet të fundit është shumë më mirë. Kena fillu bashkëpunimet në kuadër shoqërive, klubeve, të federatave,
po ashtu edhe nëpërmjet komunave, kena pak të arritura, kena bashkëpunime, cilat shpresojmë që do të na shfaqen edhe do të kem bashkëpunime edhe nga ana shtetërore. Aikigu dhe ka nevojë për disa fillime të mbara, ku do të fillojmë të ndërtojmë shtëpia bjeshkatare, të cilat kanë nevojë grupet që vijnë nga jashtë për akomodime të tyre të ndryshme. Edhe pse nashta na si Kosovë qasjen e kena pak ma të lehtë, i kena qytetet ma afër, po kur i bojmë pikat në anë shteteve të afërta të cilat i kenë malin e zi dhe në Shqipërinë, po ashtu edhe Maqedoninë, kena nevojë për disa shtëpia bjeshkatarëve, ku që besoj që edhe shtetin këtë drejtim do të na ndihmoj. Kuadrat federatës veç kanë filluar disa projekte, edhe ne si shoqëri kena filluar me disa projekte të shtëpive bjeshkatarëve, shpresoj që do t'i arrijmë qëllimin për këtë zhvillim të mbarë. Ecën e parë që kom realizuar në Pjesht ka qenë viti 2016, nëse nuk gaboj, me klubin Hiking Njeri. Po besoj që secili prej neve ka filluar me Hiking Njeri pak a shumë. Edhe mandej kom vazhdu me eci të rregullat me klubet ndryshme që ekzistojnë në Kosovë, dhe 2019 pak më seriozisht, dhe mandej 2021 pak a shumë si punë e qefte. Ka pas shumë ngjitje, po një ngjitje që më baj mend mbase maja e Rosit, që është bjeshkët e Nemona, pjesën veriore të Shqipërisë, do të thonë gjatë dimnit, ka qenë ndër ngjitjet më të mira që është realizuar përmes klubit bjeshkatarisë Shari prej Prishtinës. Fizikisht dhe psikikisht, tash përgatitja fizike është më e lehtë, për shkak që jemi të ekspozuar ndaj ecjeve gjatë gjithë kohës. Ndërsa sa përket përgatitjes psiqike, mendoj që nëse veç kushtet e motit janë të mira, atëherë ajo përgatitja psiqike është e gatshme, ashtu veç e merr vendime dhe po dalim bie. Varësisht tash nëse jemi të bëni ecje në kushte dimrore se kushte verore, do të thonë mund të pas rreziqe që temperaturat shumë të larta dhe ekspozimi ndaj diellit edhe mosmarrja do të thonë mos qenë të ekspozuar ndaj ujit në këtë rast, dehidratimi është një ndër rreziqet kryesore, ndërsa kur kemi kushte dimrore, varësisht prej ecjes, nëse kemi diçka ecje më teknike dhe niveli rrezikut është më i madh, nëse kemi më të keq, kushtimisht keq se nuk ka më të keq, po pajisjet jo duhura, mandej vetë të ftoftit, era, shiu, bora mund të qenë rreziqe të mëdha që të penalizojnë mënyra të ndryshme që mos u mujt me nxjerrat më të mirën e bjeshkës. Tash një mendje shëndos edhe vetëdijshme, edhe që do natyrën, atëherë din që natyrën do të më lënë ashtu që shëgjon. Në rastin tonë, nëse e gjojmë një natyrë të pastër, të mirë mbajtur, atëherë është detyra jona, paktën edhe morale, ashtu që më lënë në njëjtën mënyrë. Po në rastet tona, kur shkojmë në natyrë dhe e gjojmë me mbetërina, atëherë nuk do të më lënë që ashtu që shëgjetëm, po do të më morë këto mbetërina dhe mi dërgu poshtë. Poshtë më e thellë, do të thonë vetëdijsimi ashtu kërkon kohë edhe mend. Përfshiremi në botën e turizmit, në aspektin komercial, do të thonë punën si guid malore ka filluar diku në 2021. Ka ndodhur shumë të mira dhe shumë progrese që jam e lumtur që jam ka dëshmitare e tyne edhe e lumtur për punën që kanë bërë shumë kolegë tonë. Këto ndryshime do të thonë janë zhvillimin e punës si hiking guide, si guid malore, krijimin e shoqatave për guida malore në Kosovë dhe Shqipëri, funksionalizimin e rritjen e kapacitetit në kuadër kërkim shpëtimit malor të Kosovës, që është komponent shumë i rëndësishëm i zhvillimit turizmit. Mandej sa e përket zhvillimit të bjeshkatarisë, do të thonë ana jo komerciale, është vazhdimi i funksionimit të shoqatave që janë shumë të mëdha si SBA Shari, edhe krijimi shoqatave të reja, të cilat gjithashtu e mundsojnë që sa më shumë njerëz të ri dhe mosha të ndryshme të ekspozohen aty. Do të thonë janë gjitha këto të mira që kur bashkohen ndikojnë që edhe Kosova të promovohet, edhe njerëzit ndalin në bjeshk, edhe të ketë benefite si në aspektin social edhe fizik, edhe me dashur më shumë vendin tonë në funditës. E mira gjithë kësaj është se janë krijuar shtigje ndërkombëtare që janë domethënë shtigje që ekzistojnë mes Shqipërisë, Kosovës dhe Malit Zi, që kjo e ka rritë edhe bashkëpunimin mes njerëzve, domethënë shqipfolës prej Kosovës dhe Shqipërisë, edhe mandej ky bashkëpunim ka sjellë shumë të mira, domethënë derisa dikush ka ditë për ekzistencën e Shqipërisë, tash kur vjen në Shqipëri e din që ky shtet ka lënë edhe nëpër Kosovë, ka lënë edhe në Kosovë, edhe kështu sjell sa më shumë njerëz dhe bëhet promovimi i shtetit si rezultat i një promovimi përbashkët 3 shteteve.
tash nivel personal, po gjithashtu edhe nivel profesional, ideja është që ne kemi bjeshkë dhe jemi të rrethuar për gjithë anëve për bjeshkëve, do të thonë potenciali është brenda neve si shtet. Kështu gjithashtu i kemi edhe kapacitet njerëzore, ka njerëz të thonë plot që janë në Kosovë dhe dojnë bjeshkën dhe dojnë qenë pjesët e tij përmes turizmit ose përmes ecjeve ose alpinizmit. Kështu që kur mendoj ashtu e mira kësaj është që mundu me jap më të mirën, që me rujt natyrën, me ekspozu ecje natyrë, me ekspozu punën si hiking guide, me promovu domethënë Kosovën përmes bjeshkëve, edhe Kosova me qenë një destinacion i preferueshëm për njerëz që dojnë me pas domethënë pushime në këtë rast me zhvillu turizmin pjeshkatar ose malor. Ngjitjet në malet e larta, ecjet në shtigje të mbuluara me borë gjatë dimrit dhe ngjitjet në shkëmbinj të vështirë janë vetëm disa nga sfidat që natyra ofron për këto që ka guxim dhe dëshirë për t'i përballuar. Por këto ngjitje ofrojnë shumë më tepër se sa një mundësi fizike për të sfiduar veten. Ato janë mundësia për të krijuar lidhje të thella me natyrën, për të mësuar se si të jetosh në harmoni me mjedisin dhe për të gjetur paqen dhe rinovim shpirtëror. Në këto male të Kosovës, secila ngjitje është një mundësi për të zbuluar më shumë rreth vetes dhe për të gjetur një qetësi që është e vështirë ta gjesh në jetën moderne. Të largohesh nga ritmi i shpejtë i jetës urbane dhe të kalosh kohë në natyrë është një përvojë që të shpërblen jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Ky dokumentar nuk është vetëm një pasqyrë e bukurisë natyrore të Kosovës, por gjithashtu një thirrje për ruajtjen dhe promovimin e kësaj trashëgimie. Kultura e alpinistëve kosovar, lidhja e thellë mes natyrës dhe njerëzve dhe përkushtimi për ruajtjen e mjedisit janë thelbësore për të siguruar që këto bukuri natyrore të mbeten të paprekura dhe të aksesueshme për brezat e ardhshme. Ky dokumentar është një udhtim që shkon përtej asaj që shohim me sy, është një mundësi për të eksploruar më shumë se bukuritë natyrore të Kosovës, duke i kuptuar ato në kontekstin e historisë, trashëgimisë dhe kulturës që i rrethojnë. Ky është një udhtim që shpesh kërkon më shumë se vetëm një ngjitje malore. Kërkon një përkushtim për të lidhur me natyrën dhe për të zbuluar forcën që ajo ofron. Për ata që duan ta provojnë, të eksplorojnë dhe të jetojnë një eksperiencë që do t'ju mbetet përjetësisht në kujtesë, ky dokumentar është një mundësi e pashlyer për të njohur dhe përjetuar shpirtin e Kosovës nëpërmjet alpinizmit dhe hikingut dhe frymëzim për breza të rinj që të merren me alpinizëm dhe hiking. Të respektojnë natyrën dhe të kontribuojnë në ruajtjen e këtij thesari natyror. Ky është një thirrje për ata që e duan natyrën dhe që janë të gatshëm të angazhohen për ruajtjen e këtij thesari për të ardhmen.